Po ne jemi bërë rast studimor në botën, me çfarë na ka ndodhur edhe me opozitën, edhe me gjithë goditjet që erdhën, edhe me dezignimin që erdhi i padrejtë, e me gjitha që kanë ardhur. A mos e toleruat shumë KQZ-n, e cila duket po aq, ta themi, po aq bashkëpunëtore duket. Nuk është çështje tolerimi, Flavio, por duhet kuptojmë diçka. Opozita në këtë rast këto mjete ka patur në dorë, ka fjalën, ka denoncimin, ka ngritjen e zërit, ka publikimin e çdo rasti, ka mbrojtjen aty ku mundet të çdo vote, siç e kemi bërë. Dua t'i drejtohem demokratëve që më ndjekin. Një pjesë e madhe kanë pasur edhe kritika pse kanë postuar unë një foto nga mbrojtja e mandatit Kastriot Pirolit. Po që ta dini, unë mblodh, të gjithë jemi mbledhur ke Pallati Olimpik, ke Pallati Sportit, për të mbrojtur edhe 3 kutit e fundit të Lezhës, se dhe atë mandat donin ta merrnin Ulsiu me Taulant Ballën, me 100 patronazhist, që ne ishim prezent aty dhe donin të merrnin, të manipulonin edhe 3 vota, edhe 2 vota, edhe 1 vot, gjithçka donin ta vjedhnin, dhe donin të lenin Kurbinin të papërfaqësuar. Pra, arsyeja sepse në atë moment jemi bërë gjithë gardh aty, ishte për të mbrojtur edhe një mandat për të mos lënë një zonë të tërë të papërfaqësuar dhe punën e gjithë demokratëve, mos a lenim të vidhej. Dhe po të them diçka, kemi bërë gjithçka që kemi patur mundësi. Se jam këtu për të thënë që vetëm na vodhi Edi Rama dhe Partia Demokratike ka bërë gjithçka drejt. Patjetër procesi i thellë i reflektimit në radhë parë, që ne për disa gjëra nuk mund të vazhdojmë po një lloj, pa diskutimi i analizës, pa diskutimi të vënurit të pikave mbi i, edhe i diskutimit brendshëm, edhe i rifreskimit partisë, të gjitha duhen. Por janë çështje që i përkasin PD-s, bëhen brenda dyerve dhe brenda shtëpisë Partisë Demokratike, brenda forumeve të Partisë Demokratike, dhe janë çështje të Partisë Demokratike. Sot, për mendimin tim, e gjithë vëmendja dhe i gjithë fokusi duhet të jetë ke evidentimi i kësaj që ka ndodhur me 11 maj. Këtu vim te aksioni politik. Ne kemi 2 muaj kohë derisa të dalë raporti përfundimtar i OSBE-Odirit për zgjedhjet, dhe na takon ne të gjithëve, duke filluar nga unë e çdo kandidat që ka qenë në këtë fushat, për të evidentuar në zonat ku kemi qenë, deformimin e votës, blerjen e votës, përdorimin e administratës, patronazhistët, parat që janë hedhur, asfaltin elektoral, gjithçka, dhe për t'i bërë të ditur të gjithë vëzhguesve të OSBE-Odirit, të gjithë ndërkombëtarëve, të gjithë atyre që merren me zgjedhjet, çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Në rastin e Zyrës ke njësia numër 5, Terion Braçes, për cilën kam hyrë vetë, arsyeja pse kam hyrë brenda ka qenë që të mos leja policinë e shtetit që të manipulonte provat, sepse këtu kemi arritur, pasi policia erdhi 2 orë me vonesë, pasi Spaku nuk hapte telefonin, ishte pastru mirë zyra, pasi merrjan telefon task force në Spakut, dhe nuk hapej telefoni, dhe nuk hapej numri që kanë vënë në dispozicion për të denoncuar krimet zgjedhore, nuk përgjigjej. Kam padur merakun që dhe brenda policia mund të merrnin vetë çfarë mund të ishin sendet palishme dhe t'i nxjerrnin jashtë, se deri në këtë pikë ka arritur mosbesimi ndaj institucioneve të shtetit. Dhe kam qenë vetë brenda dhe një moment ka ardhur pastaj edhe Adriana Kalaja, kanë ardhur edhe mbështetës tjerë. Çka kishte për dalë atë doli me ata që vrapuan, se ikën ata me vrap që morën çantat me vete, por kemi patur mundësinë që dhe vëzhgueset e OSBE-Odirit kanë qenë 2 zonja tuaja që kanë ardhur aty dhe un kam komunikuar me to, ta shihnin në vend dhe nuk arrinin ta kuptonin. Dhe pyesin jo pse ikën me vrap. Domethënë ti kishe drejtoreshën e inovacionit, që nuk e di si shkon puna ajo sot, si ka fytyrë dhe shkon në punë, si kokra mollës. Drejtoresha e inovacionit dhe titullarë të tjerë të shtetit, që ishin duke bërë patronazhistin, ishin duke përdor të gjithë asetet që zotrojnë, ishin duke përdor të gjithë fuqinë që i jep posti i drejtuesit në pozicionin e drejtuesit të shtetit, për të nxjerrë njerëzit për të votuar, për t'i patronazhuar, ishin me harta nëpër mure, me lista votimi etj, gjëra të cilat i zhdukën, i futën nëpër çanta dhe ikën me vrap. Domethënë, unë nuk arrit ta kuptoj se si mund të kapet një krim ndryshe në flagrancë dhe nuk pati asnjë reagim. Asnjë reagim. Dhe nuk ka krim, dhe fajin e ka opozita. Doli që kishim shkuar ne për të rrarur këto zonjat. As nuk e dinim ç'a ishte zyra në fjalë, as nuk e kishim idenë për ç'a flitej, as nuk e dinim se çfarë do të gjenim. Thjesht u sinjalizuam që në atë zyrë hyn e dalin qytetar, kishte indicie për shitblerje votash, për pagesa me lek në këmbim votave. Domethënë, Flavio, kjo që ka ndodhur në këto zgjedhje është një masakër e vërtet elektorale e shtrirë brenda vendit, po në mënyrë inxhinierike përpunuar me fletët e diasporës, ku pjesa dërmuese kur i shifnin në ekran kanë dhe X-in e kanë një lloj.
Kansilolapsin e kanë një lloj. Qëndrojnë gjitha. I ka denoncuar media juaj, Syri ka denoncuar me mira raste. Dhe shumë që edhe nuk janë denoncuar për shkak të mungesës së mundësisë së verifikimit. Çështja